Përshëndetje, mbi se vini flasim hapur në Durrës Lajm. Ligji është rend, ligji mirë tregon rend të mirë shoqëror. Në këtë episod do flasim mbi ligjin, drejtësinë dhe gjithçka që ka të bëjë me jurisprudencën në Shqipëri. Kemi nderin të kemi të ftuar sot të flasim hapur një avokat të njohur në Durrës, zotin Lorval Petani. Faleminderit që jeni ftuar në flasim hapur. Faleminderit për ftesën. Jeni avokat i njohur në Durrës. Dhe jo vetëm ai, që edhe personalitet i njohur shoqëror në Durrës, një zë i rëndësishëm për çështje që kanë bëjë me ligjin, me gjithë zhvillimet shoqërore dhe me drejtësinë në qytetin tonë edhe më gjerë. Zoti Petani, si e ndoqët këtë rrugë? Duhet ta nis me diçka rreth jush. Si e ndoqa, si e fillova, këtë rrugë e fillova të themi si një kulturë familjare, ose një trashëgimi familjare. Ime më ka qenë për vitesh juriste, kanë ndjekur fushat sektorë të ndryshme të drejtësisë shqiptare, si edhe të prokurorisë, gjyqtare në gjykatën e apelit, në Durrës, në Tiranë. Dhe, du me thënë, jam rritur me probleme dhe me tematika ligjore që e vogël në diskutime që u bëshin shtëpi, në familje, dhe ishte diçka që ma vrau veshin që pes vogli dhe u rrita me këtë histori. Filloj të më pëlqente si profesion, si fush, dhe thash pse jo mos i bëm pjesë e kontributit të sistemit të drejtësisë me atë pak punë që ne mundet të ofrojmë këtij sistemi. Pra kultivoj qysh i vogël. Dhe mbetet dashuri, besoj, edhe pasion ky profesion. Ngjelet dashuri, ngjelet pasion dhe është një nga ato pasione që ti zgjohesh mes dhe nuk thua njerë që do t'i ikim punë sot, po zgjohesh dhe ikim gjithmonë me qejf dhe është një gjë që unë e bëj tashmë për rreth 25 vitesh dhe bëj gjithmonë me dashuri akoma më shumë. Kjo është fantastike, sepse jo të gjithë e kanë këtë privilegj. Të kryejnë profesionin dhe punën për cilën janë trajnuar dhe kanë pasion. Kështu që ju komplimentoj realisht. Falenderoj për të pjesë. Është diçka që ti e ndjen, nuk është që thjesht ti e bën, po e ndjen dhe të pëlqen. Pa ty të pëlqen kur lufton për një çështje, ty të pëlqen kur lufton për një kaos. Ato orët e gjata të vonat që ne rrim duke punu, duke kërkuar që të gjejmë zgjidhje ligjore për një problem që ndoshta has vështirësi, hulumtimet, ndryshimet ligjore që pëson ligji, pa do të jesh çdo moment i azhurnuar, nuk është që ti e ke mësuar një herë dhe ti mjafton dhe ato njohuri e ke njohuri bazike dhe ti duhet të vazhdosh të punosh me ato njohuri bazike. Është një fushë që çdo moment kërkon vetëm të lexosh dhe të lexosh. Pra një kalorës i justicia, i drejtësisë. Po, le të themi që po. Por jeni dhe realisht që kalorës i urdhit Maltës. Po, kam pas një nominim në Asisi në Itali. Kam marrë titull kavalieri i Mbretërisë Maltës. Pra jeni kavalieri i urdhrit Maltës. Komplimente. Kthehemi tek profesioni juaj. Ju drejtoni tashmë Petani Law Firm, studio ligjore Petani, e cila ndodhet në qendër të Durrësit. Po, në qendër të Durrësit. Pallatin e biznesit. Si po ecën puna? Relativisht e mirë. Fokusi i Petani Law Firm janë kryesisht me fusha komerciale. Ne jemi bazuar, kemi një staf për jemi 7 avokat, kemi një grup asistentësh dhe jemi të fokusuar dhe kryesisht shërbimet ndaj shoqërive tregtare. Por jo vetëm, duke qenë pranë dhe qytetarëve për çështjet e ndryshme civile, penale, administrative. Është një fokusi i gjithë grupit. Vërë që ne jemi gjithë barabartë, nuk ka një, është një team leader, por që në kryesisht gjithë avokatët funksionojnë në mënyrë të pavarur, por punojnë në kolektiv. Kemi debate brenda grupit, herë pozicionohemi kundër një tjetrit, herë pro një tjetrit, dhe pjesa më e madhe e debateve ligjore ne i zhvillojmë në gjyqjet tona brenda ambienteve të zyrës tonë dhe është një sistem që funksionon shumë mirë. Petani Law Firm është përbërë ka 3 kompani të përfshira në këtë strukturë. Është një që është studio ligjore, që është Petani Law and Tax, është zyrë notarisë dhe është një zyrë përmbarimi.
pra le të themi në formën e një all-in-one, janë të gjitha shërbimet përfshira brenda kësaj strukture dhe për të qenë sa më pranë qytetarit, për të qenë sa më pranë klientit. Në mënyra hapur dhe demokratike që ju shqyrtoni çështjet apo element profesionit tuaj, kjo është për t'u admiruar. Po, është për të admiruar dhe më pëlqen energjia e stafit, e njerëzve të ri, stafit të ri që janë energjik, janë luftarak dhe shpesh herë dhe janë debatet tashpër edhe ndaj meje që nuk zgjidhet, nuk është kjo, po është kjo tjetër dhe debatet dhe konsultime ligjore që kemi një tjetër janë shumë shfrytëzuese. Ka është një grup që punon shumë mirë. Komplimente. Faleminderit. Është një qasje shumë demokratike për herë vërtet dhe perëndimore. Po kthehemi tek Shqipëria jonë e dashur dhe sistemi i drejtësisë. Pra tashmë shqiptarët kanë vite që dëgjojnë reformën në drejtësi, reformën në drejtësi, reformën në drejtësi. Vetëm ata qytetarë që janë përballur me ndryshimet në këtë reformë apo pasojat e reformës në drejtësi mund të thonë nëse ka funksionuar apo jo, ndërkohë që ju keni një ndërveprim të përditshëm me çfarë ka ndodhur me drejtësinë shqiptare. Për ju ka rezultuar suksesshme, ka mangësi, ka problematika? Po e nis aty ku e fillove ti. Po. Njerëzit kanë vite që dëgjojnë. Po. Dhe nga ana jonë dhe ne kemi vite që i kemi thënë. Që kur nisi kjo, nisëm që nuk është rentabël, nuk funksionon. Unë e kam thënë shpesh në shumë intervista, në dalje mediatike që nuk ka një studim fizibiliteti të kësaj. Ore, a është rentabël ky produkt që po bëhet apo jo? Bledi për ta thënë me gjuhë thjesht që të arrit këtë qytetarë ta kuptojnë është që nëse unë do të blej një shtëpi të re, fillimisht do të rregulloj shtëpinë e re. Po. Do ta arredoj, do ta kompletoj, do ta bëj funksionale, do ta bëj të jetueshme shtëpinë e re, dhe më pas të largohem nga shtëpia e vjetër, ti ke shtëpi e re. Po. Unë nuk mund të lej një shtëpi të vjetër sot, se duhet ta lej sot, dhe të filloj të ende në rrugëve, derisa të rregulloj shtëpia e re. Dhe të rinë në një struktura që janë të pabanueshme, në struktura të pajetueshme, në struktura. E njëjta gjë në sistemin e drejtësisë. U transformuar në gjykatën e apelit, u transferuar nga rrethet, nga Durrësi, nga Gjirokastra, nga Vlora, nga Korça, nga Shkodra dhe erdhi gjithë në Tiranë. Nuk kishte strukturë kodina e apelit të Tiranës për të përballur gjithë. Nuk ka salla për gjyqtar, nuk ka zyra për gjyqtar, nuk ka ambiente për njerëzit, nuk ka ambiente për qytetarët, nuk ka ambiente për avokatët, nuk ka ambiente për të paraburgosurit. Pra, nuk kishte rentabël. E tham disa herë këtë pjesë. E tham që ka kosto të financiare, që do vinë gjithë burgosurit për të gjykuar nga burgu Dernovës, nga burgu Reçit, nga burgu do vinë gjithë. Nuk ka strukturë. Ka shpenzime të dërja burgjeve, ka shpenzime qytetarët. Funi fare avokatët tek e fundit do bëjnë shërbimin dhe do shtojnë. Pra, nëse unë kostot e mia të një shërbimi do më rriten në 10 lekë, thonë këtë shërbim do të jashtoj qytetarëve. Pra tek e fundit është qytetari që e pagun këtë shërbim. Pra ka dhe kosto. Ka kosto financiare. Për pos gjetjes apo dhe kur ne thonim këtë që ne pëngrimin dhe për ju për qytetarët, shpesh herë dhe qytetarët në komentet e tyre të ndryshme thonin që kanë hallin e vetë avokatët. Jo, nuk ishte halli, ishte halli atyre. Ishte halli atyre dhe kjo që po ndodh sot është pikërisht ajo që ne thamë atëherë dhe s'na dëgjoi njëri. Rastësisht, në një nga daljet e mia mediatike, kam përdorur një shprehje që koha do ta vërtetoj këtë që ne po kërkojmë sot. Dhe koha e vërtetoi edhe pjesë. Dhe më pas unë e postova po themi atë thënien time dhe thashë e tham, po ju s'e dëgjovat. Është reforma e drejtësisë është një dështim, sepse nuk ishte gati. Nuk ishte gati as për strukturë, nuk ishte gati as për funksionim, as për qytetarët, as për avokatët, as për gjyqtarët vetë. Dhe ja ku janë pasojat, zvarritje e gjyqjeve, problemet që tashmë janë u morën vesh nga gjithë ajo që ndodhi në gjykatën e apelit. Bledi, ajo që është më problematike dhe që unë e shoh si kamban alarmi nuk është thjesht kjo reforma në drejtësi. Po ishte vrastare të lexosh komentet e njerëzve pas asaj që ndodhi në gjykatën e apelit. Dhe mbi 90% e komenteve qytetarëve ishin që mbronin dhe jepshin vlera autorit. Kjo do thotë që kjo është kampanja alarmi për kolegjian, jo më për ne. Pra, nëse ne dalim të rëmbetohet kërkohet gjithmonë besimi në drejtësi, besimi në drejtësi, besimi në drejtësi,
Këto komente dërgojnë që nuk ka më besim këtë drejtësia. Këto komente ka që ne nuk jemi më pranë qytetarëve, qytetarët nuk jemi më pranë të mbrojtur nga shteti. Dhe këto probleme janë të evidentueshme tash shumë të thjeshtë. Dhe çfarë masash u morën? Di që u harrua. Kaloi një javë, tronditja e gjithë shoqërisë. E vetmja mas janë vënë dy roje më shumë apo kontrolle skaneri për armët që u mor nga GKK-ja, u vendos kjo gjykata penale dhe kaq. Di person që të bën kontrollin me metal detektor dhe kaq. Ndërkohë që është e brendshme. Pra nuk e mbyll skaneri këtë mosbesim tek sistemi i drejtësisë. Kjo është diçka e brendshme. Të kthehemi edhe tek vonesat edhe pirqjet e dosje për shqyrtim nga gjyqtarët cilët janë ngarkuar. Të kthehemi tek ajo thënie që një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar. Dhe jo vetëm kjo, por nëse ka një përmendimin tim dhe në diskutimin që kemi të shumta me kolegë avokat dhe jurist të fushës, një nga problemet kryesore sot për mendimin tonë dhe gjithë opinionit është shkolla e magjistraturës është duke i transformuar gjyqtarët e ri dhe prokurorët e ri në disa njerëz të cilët po i heq shpirtin, po i heq zemrën. Dhe është duke futur një doktrinë ke ky brez i ri magjistratësh që ju jeni dhe ju do ta shpëtoni këtë vend. Me zhvillimin teknologjike, kanë arritë që në Japoni, në vende ndryshme janë bërë dhe me robot, me IA, janë bërë dhe operacione. Pra, inteligjencës artificiale kanë arritë deri aty se e ka dhënë për masë të jashtëzakonshme që të operojë një njeri. Dhe në pyetjen e gjithë është pse nuk mundet të përdoret AI ose një robot i bërë nga kjo inteligjencë artificiale në formën e gjyqtarit apo të avokatëve që të zëvendësohen, sepse po të zëvendësohen mjekët. Apo mund të zëvendësohet edhe një gjyqtar shumë rëndësisht. Ka vetëm një përgjigje themi ne këtë pjesë, që drejtësia është ndjenjë. Dhe një robot, një inteligjencë artificiale nuk ka ndjenjë. Pra përpos ligjit ti duhet përballesh edhe me ndjenjë me drejtësinë. Pse është shumë e rëndësishme ti ta dëgjosh palën? Sepse ai transmeton. Dhe një gjyqtar duhet arrit, ose një prokuror, ose një avokat duhet arrit bindet dhe me ligjin dhe me ndjenjën e brendshme të tij. Gjë që këtë ndjenjë po e zhduken. Po e zhduken dhe kjo është problemi më i madh sot që po ndodh. Që gjithsekush një nga motivet që u tha nga ana ka legjizant kohë që reforma e drejtësisë do bëhet për unifikimin e praktikave. Është tani e pavërtetë. Sepse po shohim që në çdo ditë nëpër gjykata ka vendime të ndryshme dhe nuk ka një unifikim praktike. Një gjyqtar marrë një qendrim, një gjyqtar marrë një qendrim. Problemi është që nuk kanë komunikimin e duhur me qytetarët apo me njerëzit dhe kjo gjë ndoshta edhe i shmang, kjo gjë ndoshta edhe i tjetërson që të kenë një praktikë të unifikuar. Po, edhe në gjykatën e lartë stoku i çështjeve është në 35.000, që bie të shqyrtohet për 30 vite. Breza vdesin, dalin nga jeta pa marrë drejtësinë e merituar. Po sepse gjithë problematikat e konflikteve që ka ndërmjet emërimeve dhe lëvizjeve të gjyqtarëve do transmetohen ke qytetarët. Kemi lëvizje të gjyqtarëve nga gjykata e lartë në gjykatën kushtetuese. Kemi lëvizje nga gjyqtarët gjykatave të apelit në gjykatën e lartë. Ja procese që për shkak të ankimimeve, për shkak të debateve që kanë pasur njëri me tjetrin, janë vënuar dhe janë pezulluar proceset e transferimit të gjyqtarëve. Dhe kjo gjë do transmetohet ke qytetarët, ke vonesat e çështjeve. Dhe kthehemi edhe tek ndjenja që ju me të drejtë përmendet. Më vjen çudi sepse kjo është bazike në çështjet juridike. Gërma e ligjit dhe fryma e ligjit. Pra kjo ndarje ose ky unison fakti duhet të jetë interpretimi i gjyqtarëve tashëm, që është gërma e ligjit dhe fryma e ligjit, pra që përfshin dhe ndjenjën. Nuk po kultivohet tek gjyqtarët e ri, ke shkolla e magjistraturës? Jo. Pra po prodhim robotik? Shkollë robotike? Po them robotik, po them po bëllë njerëz pa ndjenja. Njerëz pa ndjenja. Në jurisprudencë
njihet politika penale ose politika penale të ndërë. Që do të thotë, për post analizës së fakteve dhe provave që ke, shihet edhe politika penale e një pandehur apo një të qytetarit. Dhe në raste kur jo më kot gjyqtarët, vitingu i shkarkoi pjesën më të madhe të gjyqtarëve të vjetër. Okej, më themeni që ka pas probleme ndërmjet tyre. Disa për 300 euro, ndërkohë që tjerë për apartamente. Ka pas dhe gjyqtarë që kanë qenë shumë të mirë dhe shumë produktiv për gjykatën dhe ata arsyeshme. Kishte një qasje në atë kohë në gjykata që kur flisë të dëgjonin. Dhe ti ishe shumë komod në komunikim. Unë them, jam dakord të shkojmë në një gjyq dhe të përplasim armët tona ligjore. Pra, me dokumente ligjore të bëjmë një debat gjyqësor. Dhe mund të pëlqente shumë që të arrisim një pikë të bësh një debat gjyqësor dhe të fitonte ai që kishte vlerat më shumë argumente më shumë ligjore. Një gjë tash është çik më e vakët, ka njerëz në gjykatë që ta lejojnë të bosh një debat mirëfillt ligjor, ka të njerëz në gjykatë që thonë, "Okej, e kuptova si shoqëtë, nuk është bëhet të listë më." Pra, janë debate po themen më tepër të karakterit administrativ dhe ligjor. Por që politikën penale ose politikën civile nuk e ndjekin shumë. Nuk e ndjekin. Po ka një koment ose një hamendësim ose gjysmë besimi nga qytetarët që reforma drejtësi, ndër të tjerat ishte edhe krijimi i SPAK-ut dhe është hyrë miti i pandëshkueshmërisë. Pra kemi figurat larta të politikës shqiptare që tashmë janë pas hekurave. Ka qëndrime të ndryshme dhe lidhur me këtë rast. Po të bëjmë analizën e rast pas rasti, SPAK-u apo GKK-ja nuk është u formuar nga reforma e drejtësisë, ato u formuan më përpara. Çfarë GKK-ja? GKK-ja është gjykata e krimeve të rënda që kemi më përpara. Pra njëjta strukturë, thjesht ndryshoi emërtimi. Edhe po ashtu edhe SPAK-u që ka qenë gjykata prokuroria e posaçme në të kohë. Prokuroria e krimeve të rënda. Pra e njëjta histori është pak a shumë thjesht kanë pas disa ndryshime ligjore dhe kualifikime të veprave dhe mënyrës së ndërtimit të strukturës së hetimit BKH-s që nuk ka pas funksionuar më parë dhe kemi arrestime të personave politik, por nëse do të bësh analizën e këtyre arrestimeve të personave publik, në opinionin e gjerë të vetë politikës, jo tonen, po të vetë politikës, akuzat të ndërsjellta ndërmjet pozitës dhe opozitës janë për gjëra shumë madhore. Dhe arrestimet bëhen për gjëra që nuk kanë lidhje me ato që akuzohet. Pra mos të hymë në emra konkret sepse jo, nuk do doja kur sepse disa prej tyre madje janë shumë kontroversiale në mënyrën se si përfunduan. Tjetër gjë janë akuzuar dhe për tjetër gjë janë ndaluar. To mund të quhen edhe si qoka politike, po mund të quhen edhe si zhvillime të drejtësisë. Disa prej tyre është bërë show për arrestimin e tyre. Koha mendoj unë është ajo që do ta vërtetoj dhe do ta nxjerrin pak këtë histori. Megjithatë një farë zhvillimi më efikas ka. Por prap dalim të këtu kjo pjesa që në eksperiencë më të madhe të gjykimeve, GKK-ja është gjithmonë në një sinkron me SPAK-un. GKK-ja duhet të jetë prap është një problem që ne pehasim shumë dhe e kemi ky është debati jonë i sotëm. Deri në ditën që gjykatët e gjitha shkallëve qofshin këto do ta shikojnë procesin gjyqësor midis palëve, deri në të ditë ne do kemi gjithmonë probleme. Ditën që kjo gjë do funksionojë dhe gjykatët do shohin si avokatët, si prokurorë palë një proces dhe vetën e vetë si arbitër në këtë proces, deri në atë ditë do të ketë probleme. Ditën që kjo do ndodhi, atëherë besoj që do jetë çdo gjë shumë normale. Sepse
po të bësh analizën e gjithë vendimeve të gjykatave, të marrësh çfarë ka kërkuar prokurori, çfarë ka vendosur gjykata, çfarë ka kërkuar avokati, çfarë ka vendosur gjykata. Dhe do shikosh gjithmonë mbi 90% e gjyqeve janë gjithmonë, po them mbi 90%, po them që mos ta marrë deri në 100%, janë në favor të akuzës. Pa çfarë ka kërkuar akuza? Po pse ju mendoni që asnjë nuk ka të drejtë në gjithë rastet që ka pas gjykata? Ka gjyqtarën në sistemin e drejtësisë nuk ka dhënë asnjëherë pavarësinë e vet, por nuk është marrë këtë pjesë. Pse gjithë fajtorja nuk ka një që është i pafajshëm këtë pjesë. Nuk është drejtësia vetëm të dënosh ti kë. Drejtësia është japësh drejtësi. Po, që unë do të dëgjoj një palë, do dëgjoj një palë dhe do vendos çfarë unë kam bindjen time. Ka arrit në momente që kryetari Spaku ka dalë dhe ka bërë deklarat publike në parlament që Komisioni Ligje mos e bëj, që gjykata vendoset edhe që kërkojmë ne. Pra, ky është besim drejtësi? Si mund shkojmë me armë të bëj armë barabarta me prokurorin në proces? E kuptoj. Kur një titullar institucione del dhe deklaron Komisionit të Ligjeve që gjykata do vendosë që kërkojmë ne, dhe nuk ngrihet asnjë shoqat civile dhe asnjë institucion me thënë që ç'është kjo deklaratë. Stop. Dhe një nga aspektet që realisht më shqetëson personalisht, edhe ata të cilët janë të vëmendshëm në kësi rastesh, është që opinioni publik e merr informacionin për arrestimin e një titullari në studio televizive apo në tryeza kafenesh. TBF-as pas një jave apo disa ditësh ndodh. Ka rrjedhje informacioni, bëhet e qëllimshme, çfarë po ndodh? Ka, shpesh ka edhe rrjedhje informacioni, ka, por janë bërë shumë debate për këtë histori dhe asnjëherë nuk është bëhet tim. Pikërisht. Nga do të del informacioni në media. Mjafton të shohësh një emision darkë dhe dëgjon gjithë historikën e policisë, çfarë do ndodhë, çfarë do bëhet, do pritin arrestime, pritin këtë, pritin këtë. Dhe ishte e turshë një deklaratë që bën disa figura publike para ca kohësh që thanë është faj avokatët nxjerrin informacione. Jo. Nuk nxjerr avokatët informacione. Sepse në kundërshtim atë që to deklarojnë është që ne me ligj në momentin që përfundon hetimi dhe njoftohet akuza palës, prokurori ka detyrimin ligjor të vijë gjithë dosjen hetimore në dispozicion e avokatët që të jetë kohës që është proces hetimor, ne kërkojmë një informacion dhe prokurori thotë jo, është sekret hetimor dhe nuk. Pra, unë që jam profesues i ligjit, jam profesues avokat i palës në proces, i kërkoj informacion dhe nuk ma jep, ndërkohë që mjafton të hap një gazetë, lexoj një portal dhe i shoh gjitha ato që unë kërkosha me marr prokurorit në mënyrë ligjore, i shoh dhe nuk jash që nxjerr avokatët këtë histori. I nxjerrin gazetarët. Pa ka pas një hetim një herë me thënë ku i gjetë burrimin? Ja. Atëherë nga del burimi? Kjo është e rëndë. Nga del burimi? Sepse kemi të bëjmë edhe me besueshmërinë tek sistemi i drejtësisë, tek prokuroria, por gjithashtu tek gjithë shoqëria, drejtësia në tërësi nuk duhet funksionojë në këtë lloj forme. Pra janë sekretet hetimore, janë sekretet hetimore. Dhe të marrë informacione nëpër kafenen e qytetit dhe realisht që shpërndan informacione, a janë opinione, por kemi parë që nuk janë thjesht opinione. Pra, sepse këtë bësh dhe me individ caktuar, duke zhveshur nga figura politike apo shtetarisë apo pozicionit që ka një individ caktuar, ne po flasim për drejtësi. Drejtësia merret si individ pavarësisht ka politike apo detyra funksionale që ka individi. Ai merret si individ. Dhe kjo është realisht e padrejtë. Edhe studiet televizive do bëjnë shumë kujdes në këtë në parashikime për arrestime, sepse prish dhe imazhin publik personit nëse ai deli pafajshëm. Dhe familjen është fakt ndodh për natë. Po, dhe kjo ndodh natë. Kjo është fakt ndodh për natë. Dhe ti e shikon atë pjesën dhe do pres se ka thënë X gazetar, do bëhet kështu, do pritet se ka X gazetar ka thënë këtë gjë. Por ka një fond ku del lajmi. Ka një fond ku del informacioni. Kur kërkohet rrjedha e ujit? Në burim. Po. Filloj nga burimi dhe pastaj duhet të ketë hetime për këtë, për rrjedhë informacioni, dhe shkelje ligjore. Dy janë persona që merren me një dosje hetimore. Janë antarët e BK-s dhe përfaqësuesit e Spakut. Nuk ka një tjetër. Nuk ka tjetër. Avokati kur është vetëm kur shkon në një proces hetimor apo pyetësor që bëhet, thjesht deklarimet e momentit, çfarë ka thënë klienti vet,
ato ka drejtat të shikojë dhe të administrojë. Lexon çfarë është deklaruar, qoftë është përputhje me deklarimin që ka bërë klienti së tij, firmosin letrën dhe kaq. Dhe nuk as kopën nuk marrin të mbrapsht të deklarimit që kanë bërë. Pra më prokurori. Ti thjesht e lexon që është për familje dhe drejtë. Direktuar detyra e avokatit në momentin që dosja është në proces hetimor. Kur përfundon dosja, pastaj duhet që t'i vë në dispozicion gjithë materiali hetimor avokatit. Kjo është gjithë historiko, po jo paraprakisht. Teksa flasim për avokatin, ju jeni dhe kreu i dhomës avokatisë në Durrës. Diçka mbi arritjet, sfidat, punën tuaj si kryetari kësaj dhome të rëndësishme? Pozicioni i kryetarit dhomës së avokatisë Durrësit, le të themi, është një post honorifik. Po. Që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë dhe asnjë marrëdhënie me sistemin e drejtësisë. Thjesht ke një detyrë më të tepër që të bësh një menaxhim të problematikave dhe të avokatisë dhe të orientosh diçka më shumë rreth kësaj strukture. Ishte një kënaqësi dhe një nisëm që jam njëri që jam i prirur për sfidat dhe më pëlqejnë dhe më pëlqeu si ide dhe hyna një konkurim për kohën që ishte zgjedhur dhe arrita të fitoj kreun e dhomës së avokatisë Durrësit. Nisur nga parimi i dëshirës mirë për punën dhe prezantimit të mirë të një strukture siç është avokatia, ndërmora disa hapa duke bërë rregullimin dhe sistemimin e dhomës së avokatisë të Durrësit, e cila ishte dëmtuar nga tërmeti dhe krijuam një strukturë akomoduese shumë të mirë, sepse kemi ambiente sallë trajnimi, janë ambientet e kryesisë që bëhen mbledhje e kryesisë për vendimarrjet e dhomës. Dhe arriti të bëjmë një strukturë shumë të mirë dhe shumë të pranueshme edhe për avokatët, në cilën më pas kemi zhvilluar disa trajnime të ndryshme me përfaqësues të gjykatës kushtetuese, të gjykatës administrative, për procesin e ankimit kushtetues individual dhe për proceset të ndryshme administrative. Gjatë periudhës që u zgjodha kryetar i dhomës së avokatisë, ndërmora edhe një nisëm për të bërë një binjegzim me dhomën e avokatisë të avokatëve të parit dhe në janar të vitit 2022 bëm dhe binjegzimin tonë me avokatët e barit. Ishte një ceremoni shumë e bukur ku bëm shkëmbimet e informacioneve dhe proceseve gjyqësore të ndryshme si funksionon avokatia në Shqipëri. Dhe një urë bashkëpunimi, duke qenë që jemi dy vende mbi Adriatik përballë njëri tjetrit, dhe ishte një urë bashkëpunimit pasi qytetarë shumët shqiptar jetojnë atje dhe ka shumë qytetarë italian jetojnë në Shqipëri. Pra ne si dy institucione po themi që profesione të tjera që kemi lidhje drejt për drejt me qytetarët, krijojmë urë bashkëpunimit që përqen dhe për pranë nesh dhe pranë qytetarëve dhe pranë bizneseve të shumta që janë ndërmjet një tjetrit. Me dhomën e tregtisë dhe industrisë Durrës keni bashkëpunuar? Kemi bërë një memorandum bashkëpunimi disa vite më parë për çështje dhe problematika të ndryshme. Në raste të ndryshme kemi pas bashkëpunim me kreun e dhomës së tregtisë dhe industrisë. Në një shqetësim dhe një problematikë që kemi ngritur të dy dhomat bashkë ka qenë para pak kohësh problemi i urat e ekzekutimit, që ishin shumë biznese që ankoheshin për të zgjatjet e afateve të urrit të ekzekutimit dhe në një takimi që kemi pas midis dy dhomave arritëm në një konkluzion që duhet të bëshim një kërkesë drejtuar institucioneve për qasjen e shpejtësisë të zgjidhjes së procedurës së këtyre problematikave të urrit të ekzekutimit, për lëshimin e urrit të ekzekutimit për bizneset, sepse kishin shumë vonesa dhe kjo vonesë pasqyroi në vonesat pagesave, pagesat e detyrave financiare, tatimore dhe të gjitha. Dhe kemi pas bashkëpunime, le të themi deri diku në kohën më përpashme. Zoti Betani, jemi tek Durrësi, projekti TID. Jeni shprehur shpesh herë mbi këtë çështje, projekti TID mbi aspektin procedurial. Unë na shpjegoni çfarë po ndodh. Atëherë, projekti TID është një projekt që është financuar nga organizatat
ndërkombëtare dhe gjen zbatim ndërmjet propozimit të Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Durrësit për zhvillimin, transformimin, restaurimin e zonës arkeologjike të Durrësit. Problematika ka qenë shumë nga qytetarët dhe kanë qenë problematikat që lidheshin me projektin, transparencën e projektit, me shpenzimin e banesave, arsyet pse disa shtëpi prishin dhe disa jo. Pra këto ka qenë pyetje dhe problematika më shumë të qytetarëve. Në mendimin tim dhe ato që unë disa herë kam relatuar, kam shpjeguar që projekti ka probleme, sepse nuk ka një transparencë për themi në mënyra për zgjedhjes ose klasifikimit të shtëpive, për cila ka qenë metodologjia e përdorur që një shtëpi kualifikohet për të restauruar apo jo dhe një shtëpi nuk kualifikohet. Se kemi raste që kemi 3 shtëpia pranë dhe ty prishin një qendron apo e kundërta. Pyetja ka qenë e gjithë qytetarëve që kush është metodologjia e përdorur në këtë rast nga Ministria e Kulturës apo Bashkia e Durrësit, që një kualifikohet, një tjetër nuk kualifikohet. Kjo ka thënë ne që është një mungesë e transparencës. Për llogaritja e vlerës së pronës, prap nuk është quhet transparente nga ana e qytetarëve. Dhe këto janë problematikat më shumë që janë hasur, janë ankimuar. Në mendimin tim, pjesa e projektit ka kaluar fazën e kundërshtimit, po themi, sepse ka dalë një VKM e cila më pas ka kaluar vitet e saj dhe mbas mirëtimit të VKM-s për mirëtimin e projektit është krijuar ngritur grupi punës i cili ka vazhduar procesin për identifikimin dhe evidentimin e pronarëve, shtëpive dhe problematikave ligjore që kishin këto prona. Mbas është bërë identifikimi i këtyre shtëpive dhe vlerësimi i tyre, është nxjerrë një vlerë bazuar një VKM të viteve 2006 mbi çmimin mbi referencën e pronës, çmimit të referencës, dhe në atë kohë ka qenë një vlerë që është relativisht e ulur. Qytetarëve ka dalë një vlerë të cilën nuk e kanë pranuar dhe një pjesë e tyre e kanë ankimuar këtë vlerë për të rritur vlerën e pronës në atë që çmimi real ka. Bëjmë dije dhe është për të theksuar fakti që vetë, pra si del çmimi i referencës. Çmimi i referencës del mbas jetimit të rregullt që bën institucioni, në bazë të kontratave që regjistrohen, në bazë të shumë deklarimeve, në bazë të investigimit të agjencive mobiliare të cilët shesin dhe çashmin të katrorë zonës. Dhe bëhet një vlerësim, po themi ne, dhe vetë qeveria në projekt ligjin e ri që ka bërë, e cili duhet miratohet në janar, çmimin e zonës për të cilën ka bërë shpërsimin sot, e ka konstatuar vetë qeveria që nuk është ai, po themi 60.000 lekë të reja, por para po është 120.000 lekë të reja. Pra vetë qeveria e ka arritur çmimin dyfish sepse thotë që nuk është kjo. Por që është një projekt që nuk ka miratuar akoma. Nëse miratohet në janar, përfitojnë banorët e këtyre shtëpive? Sepse ato janë trajtuar me ligjin e vjetër. E kuptoj. Nuk ka asnjë lloj forme trajtimi, ritrajtimi me ligjin e ri? Ligji nuk ka efekt prapëveprus. I vetmi mundësi përfitimi që kanë qytetarët është ta ankimojnë atë vendim në gjykatat. Por ato ka një afat kohor të cilët i mund të ankimosh në momentin e njoftimit. Po ankimimi merr ligjin e ri për bazë apo 2006? Ankimimi aktualisht me ligjin 2006, ky ligj është për projekt ligj, është draft, akoma nuk është. E marrim të hamendësojmë sikur miratohet. Po të miratohet atëherë ti është një provë plus ti mund ta përdorësh gjatë gjykimit për të argumentuar pranë gjykatës që nëse çmimi nuk është dhe vetë qeveria këtë çmim e ka ndryshuar, nuk e ka më. 60.000 për ka 120.000. Dhe kthehemi tek ajo njësimi dhe konflikti disi brenda llojit, gërma ligjit dhe fryma ligjit. Pra me frym besoj çdo qytetar, çdo gjyqtar e kupton që këta banor duhet të trajtohen me çmimin e referencës sipas projekt ligjit të ri dhe jo atij të vjetër. Uroj që më të mirën për qytetarët e Durrësit. Po jo vetëm aq, po ka shumë prova sepse te proceset i morë bledhe, po të hymë detajeve përse, po gjatë gjykimeve gjykata sheh që
asnjë nga palët në gjykim, pra as ne si avokat, as qytetari, as gjykata nuk është në gjendje që të bëjë vlerësimin e pronës. Sepse ne thjesht ndjehemi për çështën ligjore. Dhe në shumicën e rasteve gjykata për të arritur një konkluzion sa më të drejtë të çështjes, niset edhe nga qendrimet e gjykatave të larta, cakton një ekspert të fushës, i cili eksperti i fushës del dhe arrin të bëjë konkluzionin. Konkluzionet arrin qartë. Mjafton të hysh në pjesën më e madhe e real estate-ve janë tash që bëjnë publikimet në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale dhe bën një llogaritje. Dhe ti tash shikosh, mjafton bësh një kërkim. Sa do të shmeti katror në atë një shtëpi ke zona. Pra nëse ti mund jep 6 milion lekë për një pronë. Po. A mund mbledhet një shtëpi me 6 milion lekë ke zonë? Jo, kjo është e pamundur. Jo kjo zona, po edhe në zona tjera mund të kesh një garazh, po jo një shtëpi. Po nuk është, pra nuk është reale. Okej, tash un kam një jetë që kam jetu këtu, ti do më prishësh shtëpinë. Po. Pakën minimum që do të bësh është duhet të shpresosh një avash lekë që mund të ke mundësi. Patjetër. Të drejtën e jetesës, për të drejtën e pronës ti nuk mund të ma heqësh vetë të më për 2 lekë. Dhe kjo është parim kushtetues. Parim kushtetues, është e drejtë universale, është gjithçka. Është gjithçka. Zoti Petani, ju falenderojmë. Së pari për jeni zë i drejtësisë në Durrës. Jeni profesionist i dalluar dhe i njohur dhe i shërbeni qytetarëve me pasion, si një kalore si vërtet apo kavaliere, sikursi edhe jeni kavalieri i urdhit të Maltës. Keni dhënë një shembull menaxhimi të Petani Law Firm, pra studio ligjore, në mënyrë demokratike, sepse duhet thënë që është shumë e rëndësishme kjo në vendin tonë që është gjithmonë një hierarki uni, ndërkohë ju jeni ju, ne. Pra, është jeni ju, ne, është shembull i jashtëzakonshëm edhe për zhvillimin e mendësisë, menaxhimit të çfarëdo lloj njësie apo biznesi apo zyre që keni. Ju falenderojmë për gjithë kontributin, jeni dhe filantrop, jeni shumë çka për Durrësin dhe realisht falenderojmë në emër të qytetarëve. Falenderojmë për ftesën, ishte kënaqësi. Zoti Petani, vim tek momenti i thënies së javës. Duhet të zgjidh? Duhet të zgjidhni një. Është nga popull, është nga thëniet e njerëzve mençur dhe pak koment ju lutem. Të di shumë nuk do të thotë të jesh i mençur. Herakliti. Çfarë? E koment? Që gjithmonë duhet të lexosh dhe duhet të dëgjosh edhe të tjerat. Mendimi pra është edhe ajo që të përmendë pak më parë. Duhet të dish, po duhet të jesh i mençur që edhe të dëgjosh, edhe të heshtësh, edhe të dëgjosh në njëherë zemrën dhe të vesh ndjenjen. Jo vetëm dijen. Shumë e bukur. Faleminderit. Faleminderit Zoti Petani. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim në episodin e radhës.